Mesazhi i Saadit. Ngjarja gjithë tronditja e hidhërime e Uhudit kishte përfunduar. Në fillim të betejës, në sajt e një sulmi të fuqishëm e të shpejtë, muslimanët kishin arritur të jepnin një goditje të fortë trupave të Kurejshëve, duke i detyruar të tërhiqeshin. Por, për arsye të hutimit dhe të shpërfilljes nga disa prej ushtarëve, gjendja u përmbys plotësisht. Muslimanët u kapën në befasi dhe shumë prej tyre mbetën të vrarë. Po të mos kishte qenë qëndresa e vet profetit dhe e një grupi të kufizuar trimash, e tërë puna e muslimanëve do të kishte marrë fund. Muslimanët arritën t'i mblidhnin forcat e tyre dhe t'i bënin ballë thyrjes përfundimtare. Gjëja e cila u bë shkaku më kryesor që muslimanët të humbisnin moralin e tyre ishte gënjeshtra dhe shpifja që gjoja profeti Muhammed ishte vrarë. Kjo fjalë bëri që morali i muslimanëve të dobësohej shumë, ndërsa Kurejshët të merrnin zemër. Por, kur Kurejshët e morën vesh që fjala ishte gënjeshtër dhe se profeti ishte gjallë, vendosën të ishin të kënaqur me atë fitore që kishin arritur edhe u kthye në Mekë. Muslimanët kishin rënë të vrarë dhe të plagosur mbi tokë. Një pjesë tjetër e madhe ishin shpërndar të hutuar dhe të lodhur. Një grup i pakt kishte mbetur përreth profetit. Ata që ishin hutuar e ishin arratisur nuk e dinin se si kishte vajtur puna. Nuk e dinin, a ishte profeti akoma gjallë apo jo. Në këtë mes, një musliman që po largohej nga fush beteja, kaloi pranë një të plagosuri, i cili quhej Sad ibn Rabi. I plagosuri kishte marrë 12 plagë të rënda mbi trup. Ai e pyet muslimanin për profetin. Muslimanit që po ikte i thot: "Nga ajo që dëgjova unë, profeti është vrarë." Sadi ja ktheu: "Por Zoti i Muhamedit është gjallë dhe nuk vdes kurrë. Ti pse sorrollatesh dhe nuk e mbron fen tënde? Detyra jon nuk ishte të mbronin personin e profetit, e nëse ai është vrarë, të ndryshoj çështja. Ne kemi mbrojtur fen ton dhe kjo çështje kështu do të jetë për herë." Profeti, nga ana tjetër, i cili po interesoi se kush ishte gjallë dhe kush ishte i vdekur, kush ishte plagosur, kujt i mjekohej plaga dhe kujt jo, tha: "Kush nga ju del vullnetar që të më sjellë informacionin e saktë për Sad ibn Rabin?" Njëri prej shokëve doli e tha: "Unë." Shoku u nis dhe e gjeti Saadin mes trupave të tjerë të pajet. Saadit nuk i kishte mbetur vetëm pak frymjet, kur ai i tha: "Më ka dërguar profeti të pyes për ty, në je ende gjallë apo jo?" Profetit çoi të falat e mia, foli Saadi, dhe thuaj që Saadi është prej të vdekurve, sepse nuk i ka mbetur shumë për të jetuar. Thuaj që Saadi tha: "Zoti të dhënë shpërblimet më të çmuara që meriton një profet." Pastaj shtoi: "Shokëve të profetit, jepu dhe këtë fjalë nga ana ime. Nuk do të faleni prej Zotit, nëse profetit tuaj i ndodh diçka gjatë kohës që ju keni shpirtin në trup." Shoku ende nuk ishte larguar mirë prej Sadit, kur ai i dorëzoi shpirtin e tij krijuesit të shpirtit.